Zoti është shumë i mirë, amen. Lavdi Zotit. Përshëndetje edhe një herë, mirë se keni ardhur në shërbesën e radhës te Kisha Fitoria. Edhe sot kemi edhe dy mysafir që janë për herë të parë te Kisha, Vite dhe Markus që vijnë nga Suedia. Që jeni shumë të mirë pritur. Edhe jemi të lumtur që ju kemi këtu. Gjithashtu jeni të mirë pritur sërish gjithë ju. Shikoj edhe motra e Rigersit këtu, mirë se erdhe. Je gjithmonë e mirë pritur. Lavdi Zoti, Zoti është shumë i mirë. Amen. Edhe ne gjithmonë lutemi të vijë ajo ditë kur të gjithë pjesëtarët e familjes sonë të jenë në Kishë. Amen. Jo vetëm një ose dy, po gjithë pjesëtarët e Kishës familjes të jenë Kishë, se ngatrova. Kjo është lutja jonë, kjo është ajo çfarë ne po i besojmë Perëndis, edhe nuk lëshojmë, domethënë nuk heqim dorë nga kjo. Ne besojmë që çdo pjesëtar i familjes do vinë në mbretërinë e Perëndis. Kjo është çfarë Zoti na inkurajon ta bëjmë, edhe ne do vazhdojmë ta kërkojmë. Haleluja. Kur shikojmë një premtim në Bibël, gjëja më e mirë që mund të bëjmë është të themi po, kjo është për mua. Amen. E pranoj. Haleluja. Amen. Mos diskutojmë shumë, vetëm themi po, amen. Një predikus po thoshte gjëja më e mirë që mund t'i themi Zotit është po. Po Zot. Po Zot. Po Zot. Çfarë ai na thotë po Zot. Haleluja. Po lexoja në si që di ne në Kishë kemi folur në lidhje me rregullin e jetës, edhe se si kjo është ndjekur për qindra vite, për shekuj me radhë, edhe sot ndiqet në disa manastire, edhe po lexoja për një shenjtor që tash s'm kujtohet as emri i tij, por përgjigjja e tij ishte shumë interesante dhe dua ta kuptoni. Ai kishte marrë në mënyrë fjalë për fjalë atë premtimin që nëse ju prisni, domethënë njerëz në emrin tim, nëse i mirëprisni, nëse i vizitoni etj, e keni bërë për mua, sikur keni pranuar mua ose keni vizituar mua etj. Dhe sa herë që njerëzit vinin tek manastiri dhe trokisin, le të themi njerëzit që ishin në rrugë ose kishin nevojë për ndihmë ose diçka, trokisin te dera manastirës, siç bëjnë, mes natës mund të vinë bam 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 bam. Edhe ky murgu, nga që ishte shumë i përulur, vraponte drejt derës e thot, po Zot erdha, po Zot erdha. I shikonte njerëzit sikur ishte Jezusi vetë, po Zot erdha, po Zot. Edhe vërtet më preku kjo. Domethënë që neve, kur i shërbejmë të tjerëve, duhet shikojmë Krishtin tek ata, sepse Biblia thotë që te letra e Hebrejve, që nga njëherë ne pa ditur i kemi shërby engjëjve. Sepse dhe engjëjt nga njëherë marrin trajtën e njeriut për të provuar besimin ton, për të provuar zemrat tona. Kështu që nga njëherë ai njeriu që të duket i huaj ose të duket i panjohur dhe është në nevojë, mund të jetë një engjëll që ka ardhur aty me testu atë realitetin e besimit tënd, se çfarë ti në fakt beson. A beson atë çfarë Krishti thotë që duhet t'i trajtojmë njerëzit gjithë me dinjitet, me respekt, sikur të ishte ai i vet. Haleluja. Amen. Kështu që kujdes herës tjetër kur takoni njerëz të panjohur, mund të jenë engjëj të veshur në rroba njerëzish që po testojnë atë sinqeritetin ose tamam besimin ton. Biblia normalisht ne kemi qenë duke folur në lidhje me si të ruajmë zemrën tonë dhe sa e rëndësishme është kjo gjë, por Biblia flet jo vetëm për të ruajtur zemrën tonë, por Biblia flet edhe si të ruajmë komunitetin e besimit, kishën, bashkësinë ku ne jemi të thirrur që të jemi. Haleluja. Kështu që sot dua të flas më tepër për këtë pjesën, jo vetëm që të ruajmë zemrën tonë, por si të ruajmë kishën në të cilën ne jemi vendosur nga Perëndia, sepse unë besoj që Perëndia na vendos në një kishë, Perëndia na mbjell në një kishë, haleluja, dhe shpeshherë kemi thënë që nuk është mirë që të marrim një pemë ta nxjerrim nga një vend dhe shkojmë ta mbjellim në vend tjetër, shkojmë prapë ta heqim nga ai vend, ta mbjellim në një vend tjetër, sepse duke bërë këtë, çfarë ndodh, do psohet ajo bim ose ajo pemë, edhe rreziku është që asnjëherë nuk lishon rënjë të mos, sepse thot pse të lodhem se do më heqi prapë nga këtu. Kështu që është mirë
të shtrimrojnë tona në shtëpinë e Zotit që ne t'japim fryte, se qëllimi pse ne jemi në kish nuk është që t'na pëlqejnë neve, po qëllimi pse dikush është në kish është të jetë i frytshëm. Kështu që pyetja që ti i shtron vetës kudo që je si besimtar është, a jam duke dhënë fryte unë? Jo apo më pëlqen kisha, se kisha nuk është aty për na pëlqyer ne. Amen? Kisha është familja. E kemi parasysh në familje ne i kemi disa që e kemi vështirë me bashkëpunu, kemi disa që e kemi lehtë me bashkëpunu, po prapë është familja. S'mund t'i hedhësh në ple familjarët, apo jo? Nuk mund ta bëjmë këtë gjë, sepse aty ne kemi lindur. Ato janë njerëzit tanë. Kështu që ne duhet t'i respektojmë, t'i nderojmë, nuk mundemi gjithmonë 100% t'i pëlqejmë vendimet e tyre ose gjërat që ata thonë etj. Nga njëherë ato marrin pjesëtar të familjes flas, mund të marrin vendime që ty s'pëlqejnë, po kjo nuk do thotë që ti i vën vijën vllajt ose motrës. Kjo është jeta, duhet mësohemi që njerëzit janë me vullnet të lirë, por ama nuk duhet, edhe Biblia jo më ka të flet për urdhërimet, për shembull, një ndër 10 urdhërimet është të nderojmë babain dhe nënën tonë. Që ne të kemi jetë gjatë, që ne të kemi ditë bekuara në tokë. Po, ti si një prind të mi, nuk i një prind të mi. Okay? Nuk i një prind të tu, po i një prind të mi. Okay? Kështu që secilit i bie diçka në jetë me cilën Perëndia na mëson, neve na mëson. Respekti është diçka që mësohet, nuk është diçka që vjen përmes lutjes. Ne mësojmë si të respektojmë tjerët. Edhe prandaj po them që Perëndia dëshiron që ne të jemi të frytshëm. Ky është qëllimi pse ne jemi në kish, që të lëshojmë rrojnë tona në Zotin, amen, dhe të rritemi në Zotin dhe pasaj t'japim fryte. Por ato çfarë dua që të shikojmë është e letra e parë e Pjetrit, kapitulli 5, do lexoj nga vargu 1 deri në 5, edhe aty është kjo thirrja që i bëhet drejtuesve të kishës, pikë së pari, por gjithashtu i bëhet edhe secilit prej neve, sepse neve drejtuesit kanë përgjegjësi, normalisht kanë përgjegjësitë e tyre dhe do japin llogari ndryshe nga besimtarët që janë thjesht pjesë e kishës, por edhe ne si vëllezër dhe motra kemi përgjegjësi për të ruajtur vllajën dhe motrën dhe komunitetin e besimit. Pra ne luajmë një rol shumë kyç për të mbrojtur kishën, për të mbrojtur shenjtorët, për të mbrojtur vëllezërit dhe motrat që i kemi. Tani ne e dimë që në le të themi edhe familje fizike, vëllezërit edhe motrat zakonisht përpiqen që të mbrojnë njëri tjetrin. Kur keni qenë fëmijë, kur keni luajtur një lojë, vllai dhe motra gjithmonë ndihmojnë nëse janë në një skuadër, ndihmojnë njëri tjetrin që të fitojnë kundra skuadrës tjetër. Është e natyrshme që të mbrosh vllain ose motrën tënde. Dhe tani vjen Pjetri edhe e thotë edhe në kishë që është i njëjti parim. Ne jemi thirrur të mbrojmë vllain dhe motrën. Ne jemi thirrur që të ruajmë tufën e Perëndisë. Le ta lexojmë se si fjala e Zotit thotë, te vargu 1, u bë thirrje e pleqve që janë midis jush, unë thot Pjetri që jam plak bashkë me ta dhe dëshmitar i vuajtjeve të Krishtit, dhe që jam gjithashtu pjesëmarrës i lavdisë që ka për t'u zbuluar, dhe thot, ruani tufën e Perëndisë që është midis jush, duke mbikëqyrur jo me detyrim, por me dëshirë, jo për përfitim të pandershëm, por me vullnet të mirë, dhe jo si zotronjës mbi ata që janë besuar, por duke u bërë shembull për tufën. Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorin e lavdisë që nuk fishket. Gjithashtu thot, ju të rinjt, nënshtrojuni pleqve, po nënshtrojuni të gjithë njëri tjetrit, dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton krenarët, por u jep hirt për ulurve. Dhe një varg tjetër te Filipianët 4, vargjet 6 dhe 7, është edhe një pjesë tjetër që na ndihmon për të kuptuar si mund të ruajmë zemrën dhe mendjen tonë. Thotë këtu, mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjes e përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja e Perëndis që te e kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Haleluja. Janë vargje të fuqishme vëllezër dhe motra, që nëse ne thjesht meditojmë pak në këto gjëra, ne mund të kuptojmë se sa të fuqishme janë. Dhe s'ka gjë më e fuqishme se fjala e Zotit në jetën tonë.
Ne vërtet mund të lutemi, ne vërtet mund ta kërkojmë Zotin, ne mund ta adhurojmë Zotin, por fjala e Perëndisë është fara dhe asnjëherë nuk duhet të qëndrojmë larg Biblës. Bibla duhet të jetë libri më i afërt për ne. Fjala e Zotit duhet të jetë shumë afër zemrës sonë. Amen. Dhe duhet vazhdimisht lejojmë premtimet e Zotit që të mbillen aty, që neve të mund të ecim në shenjtëri, të ecim në drejtësi, të ecim në thirrjen që Zoti na ka dhënë. Haleluja. Unë besoj që gjithë ju keni pas mundësi që të reflektoni në lidhje me temën e ruajtjes së zemrës suaj, sepse është diçka që secili duhet ta bëjë vetë. Domethënë ne jemi të thirrur nga Perëndia dhe të inkurajuar nga Perëndia që të ruajmë zemrën tonë. Pra kjo është një gjë që s'mund t'i japim dikujt tjetër. Ne duhet të kujdesemi për zemrat tona, për njeriu tonë të përbrendshëm, për njeriu e frymës. Ndërsa sot e shikojmë që Bibla na inkurajon gjithashtu që të ruajmë tufën e Perëndisë, që normalisht nuk mund ta bëj këtë vetëm një pastor, po duhet ta bëjmë gjithë së bashku. Ne jemi rojtar të njëri tjetrit. Ne duhet të ruajmë dhe mbrojmë besimin e njëri tjetrit. Ne duhet të kujdesim për njëri tjetrin, që të ecim në shenjtëri, në drejtësi, në paqe dhe në gëzimin e frymës së shenjtë. Kur ti dhe unë jemi në kish, atëherë neve kemi mundësi që kur jemi së bashku, ky është komuniteti ku Zoti na ka thirrur, dhe shikojmë që brenda kishës së pari janë drejtues ata që kujdesen më shumë, pyesin më shumë për njerëzit, i marrin në telefon njerëzit, pyesin të tjerët kur dikush mungon. Pse? Sepse kjo vjen natyrisht me dhuntin që Zoti ju ka dhënë drejtuesve. Një ndër mënyrat se si Bibla e quan drejtuesin është mbikëqyrës. Pra dikush që shikon nga lart edhe shikon mbikëqyr tufën, a janë gjitha delet, a janë gjitha delet mirë, a ka dikush nga delet që s'osh këto, dhe ju kujtohet ajo shëmbëtyra që Jezusi thotë që një bari i mirë i lën 99 dhe shkon dhe kërkon delen e humbur. Pra kjo është ajo detyra e bariut ose mbikëqyrësit ose pastorit ose drejtuesit në kish, që ai duhet kujdeset për delet. Por nuk është e mundur ta bëj këtë vetëm një, duhet të ketë edhe persona të tjerë në kish që duhet në një farë mënyrë të bëjnë këtë pjesë, jo në mënyrën se e bën pastori, por në mënyrën se Bibla na udhëzon. Bibla na jep udhëzime, domethënë që na tregojnë se si bëhet kjo gjë. Pra, ne kur jemi në kish, kemi mundësinë që të përjetojmë këtë kujdesin pastoral, po kemi mundësinë që të përjetojmë edhe kujdesin që vjen nga vëllezërit dhe motrat, nëse ne kemi komunikim me ta. Po nëse ne izolojmë veten, atëherë është vështirë për të marrë këtë mbrojtje, këtë ruajtje që Bibla na urdhëron gjithëve që ta bëjmë. Nëse jemi të martuar, normalisht që burri dhe gruaja kanë përgjegjësinë që të kujdesen edhe për besimin e njëri tjetrit. Pra ne e mbrojmë dhe ruajmë besimin e njëri tjetrit. Kur le të themi nëse gruaja nuk është mirë në besim, burri ka për detyrë ta inkurajojë në besim. Jo thjesht ta inkurajojë si person, po ta inkurajojë edhe në besim. Nëse burri nuk është mirë, gruaja ka detyrë nga fjala e Zotit që të inkurajojë burrin që të rritet në besim, të forcohet në besim. Unë nuk mund ta shpreh se sa bekim është thjesht i martuar me një të krishter. Është absolutisht një bekim i jashtëzakonshëm kur ti je vetë i krishter, normalisht. Okej, nëse ti je krishter dhe i martuar me një të krishter, është një bekim i jashtëzakonshëm, sepse e kemi edhe besimin që e superfuqizon martesën. Edhe të mbron në shumë aspekte. Haleluja. Po sepse kur je besimtar, le të themi, një gjë për shembull që është bekim kur je i krishter dhe i martuar me një krishter, s'ke nevojë të lodhesh që burri ose gruaja do të tradhtoj, sepse këtë e din si parim që kjo është diçka djallëzore dhe nuk e bën. E kupton? Dësa njerëzit që se kanë Zotin janë gjithmonë kur mërziten do shkoj me tjetër, sepse nuk e kanë këtë vlerë, nuk e kanë këtë parim, kështu që s'ke as në çfarë më bazu mandej, a do ta mbaj shenjtrinë e martesës. Kështu që ka shumë gjëra që vinë në një martesë të krishter, por dua të them që kur janë të dy të krishter, është pjesë e detyrës martesore që të mbrosh besimin e burrit ose gruas. Edhe e ruajmë në këtë formë, ne e ruajmë njëri tjetrin nga i ligu. Dhe kushdo që është i martuar dhe ka fëmijë,
atëherë prindrit e kanë detyrë nga Perëndia që të mbrojnë besimin e fëmijëve dhe t'i mësojnë fëmijët për rrugët e Perëndis. Pra ne nuk mund t'ja japim timonin e jetës fëmijëve, internetit, celularit, kanaleve televizive, shoqërisë së fëmijës, nuk mund t'ja japim atyre drejtimin për fëmijën ton, dhe nuk mund t'ja lejmë drejtimin e fëmijës ton shkollës. Okej, se disa njerëz mendojnë po I çoj fëmijën në shkollë me eduku. Jo, edukimin du ta bësh ti si prind. Edukimin e bën prindi. Edukatën i jep prindi. Shkolla jep njohurinë. 2+2 bën 4. Po shkolla nuk mund t'i jap parimet që Biblia thot du t'i jap prindi, parimet dhe vlerat që Krishti mëson. Ato t'i jap prindi. Okej? Dhe ne dim që ka shumë njerëz të edukuar, le themi në mënyrë intelektuale dhe nuk kanë fare edukat. Apo jo? I shohim çdo ditë në televizor. Mund të jenë me DR, MR edhe gjuhën e kanë zh. Okej? Do thotë që kjo është kur prindi nuk e edukon atë fëmijë, vërtet shkolla mund t'i jap intelekt, por edukatën ta jap vetëm prindi. Një prind I mirë ta jep edukatën. Normalisht se ka edhe prind këqij, ka gjithmonë përjashtime, në çdo gjë në jetë ka përjashtime. Por çfarë Biblia na mëson është detyrën e mbikëqyrësit, detyrën e mbrojtësit të fëmijëve e ka prindi. Kështu që Perëndia ka caktuar disa grupime njerëzish ku mbrojtja mund të vijë për të ruajtur, le të themi zemrën, për të ruajtur komunitetin. Është kisha, martesa, familja, këto janë këto ambiente ose grupime ose bashkësi ku neve mund të mbrojmë njëri tjetrin edhe neve mund të ndihemi të mbrojtur. Haleluja. Ndërsa te Pietri ne shikojmë pra që drejtuesit duhet të kenë kujdes për kishën dhe gjëja e parë që vërej në këtë pasazh është që një gjë që ne duhet flakim si të krishterë është krenaria. Dhe krenaria shfaqet në forma nga më të ndryshme. Nuk është që, unë shkoj në kishë dhe unë adhuroj Zotin e tjerë dhe unë s'kam krenari. Vlla dhe motër, mund të them që pothuajse çdo ditë neve mund të shfaqim shenja krenarie. Edhe duhet jemi të zgjuar për këtë gjë, që të kapim sepse nëse sillemi, le të themi, siç thotë këtu Pietri, sillen si zotronjës ose njerëzit sillen si bosa në kish, ai thotë nëse sillen si bosa sikur ti je dikushi dhe tjerët janë askushi, atëherë kjo është shenjë krenarie dhe nuk do ta kemi djallin kundër, por ta kemi Perëndin kundër dhe unë s'dua ta kem Perëndin kundër. Është ndryshe ta kesh djallin kundër, por është shumë ndryshe ta kesh Perëndin kundër. Se djallin mund ta rezistosh, por Perëndin no. Nuk mund ta bësh. Perëndia është I plot fuqishëm. Prandaj Pietri që në fillim I thotë, shikoni, nëse nuk merreni me krenarin tuaj, do ta keni Perëndin kundërshtar. Se Perëndia thotë I kundërvihet njerëzve krenar edhe ju jep hir të përulurve. U jep hir të përulurve. Si thotë që ne duhet kujdesemi? Pietri thotë, apostulli thotë kështu. Ne duhet kujdesemi për njëri tjetrin me dëshirë. Me dëshirë thotë. Jo me detyrim, kjo nuk është me detyrim. Pastori nuk po ju detyron, fjala e Zotit nuk po ju detyron. Fjala e Zotit po ju inkurajon, thotë, hey, kujdesuni për njëri tjetrin, ruajini njëri tjetrin me dëshirë. Duhet kemi dëshirë në zemrën tonë, që kur shohim një vëlla ose një motë që s'është mirë, që kur shohim që dikush po çalon mesin tonë, ne duhet kemi dëshirë ta ndihmojmë. Amen. Pra, ka të bëj shumë me zemrën tonë, sepse dëshira duhet jetë këtu në zemrën tonë. Dhe ajo është aty, por shpeshherë është e mbytur nga dëshirat e mishit. Mendoni më shumë për veten, se sa mendoni për të tjerët. Prandaj edhe fjala e Zotit thotë, mos mendoni vetëm për interesin tuaj, po edhe për interesin e tjerëve. Vazhdimisht fjala e Zotit na shtyn që çfarë? Të kryqëzojmë mishin ton dhe të lejojmë Krishtin të jetojë. Keni parasysh se ajo shpjegimi figurativ ku Jezusi ishte brenda besimtarit dhe thoshte më lini jashtë. Dua të dal jashtë. Më keni burgosur këtu brenda. E kështu është nganjëherë Jezusi. Ne në një mënyrë figurative, normal ne e burgosim atë edhe lejojmë dëshirat e mishit ton që të marrin forcë edhe na çojnë në gjëra që s'kan rëndësi në fund do jenë thjesht pa vlerë. Pa vlerë. Edhe Pietri thotë, kujdesemi për njëri me dëshirë, me vullnet të mirë, pra gjithmonë të kemi vullnetin
për të bërë diçka të mirë për të tjerët. Pra nuk mjafton si siç përmendi Matilda javës së kaluar tek pjesa e ofertës, tha ekziston vullneti për të bërë diçka, po ama duhet ta përfundoni atë veprën e mirë. Nuk mjafton, e ke parasysh thjesht kesh dëshirë, po un kam dëshirë të ndihmoj, po s'bëj asgjë. Kjo nuk mjafton, kjo është thjesht ëndër. E kupton? Nuk ka vlerë kjo në sytë e Zotit. Zoti nuk shikon vetëm motivet, Zoti shikon edhe veprat. A tha, ju do t'i njihni njerëzit nga frytet. Çfarë janë frytet? Veprat e njerëzve. Kështu njihen njerëzit. Unë nuk mund të futem në zemrën e Bertit të shikoj çka ka aty, po mund të shikoj çfarë vepra bën. Ne nuk mund të futemi, Biblia si thotë në predikus, unë nuk jam lexues i mendjes, nuk jam mind reader, nuk lexoj mendjet. Fol ti dhe unë e kuptoj kush ti je. Vepro ti dhe unë e kuptoj kush ti je, po nuk i lexoj mendjet e njerëzve. Kështu që me dëshirë, me vullnet të mirë dhe mënyra tjetër si ndihmojmë, duke u bërë shembull për ta. Se nganjëherë nuk mjafton thjesht ta ndihmosh dikë, të bësh diçka të mirë, po nganjëherë e rëndësishme është për tjetrin që të shikoj shembullin tënd, se si ti po e adhuron Zotin, se si ti po i bindesh Zotit, se si ti po sillesh me prindërit tu, se si ti po sillesh me shokët e tu, se si ti po sillesh me shefin tënd në punë. Krejt këto ndikojnë edhe mbrojnë besimtarin tjetër, sepse nëse ai ka një shembull të mirë, atëherë ai do të ndjek shembullin e mirë dhe nuk do bin kurthën e të ligut për të bërë gjëra të këqija ose shembuj të këqij. Kështu që unë besoj që kur jemi afër Krishtit, ne vërtet duam që të kujdesim për të tjerët që i kemi në familjen e Zotit. Ka të bëjë me afërsinë që ti ke me vetë Jezusin. Nëse je edhe ri afër Krishtit, ti do kesh dëshirë të kujdesesh për vllajën dhe motrën në kishën tënde. Ti do kesh dëshirë dhe ti do mendosh për ta, ti do të lutesh për ta, ti do të pyesësh për ta. Për shembull, kur njëri mungon, ti do ta marrësh telefon. Nuk do jetë vetëm pastori ose dikush që punon në kishë do t'i marrë në telefon, po edhe ti. Nuk e di, por nëse ne kemi vëllezër dhe motra dhe ka kohë që nuk i shikojmë, nuk e di çfarë vllai është nëse s'merr asnjë telefon thotë çapo ndodh ku je. Bizot brenda ditës nëse kthehesh, le të themi është ora 12 e natës, nuk është kthy, le të themi po e marr si shembull Luisin, edhe e shikon zakonisht që Mario kthehet në një orar caktuar në shtëpi dhe kalon 1 orë, 2 orë s'po vjen. Çfarë vllai do ishte ky nëse s'merr telefon thotë hey, më ku je? Do ishte pak e çuditshme që të mos marrësh vllain tënd nga mishi flas. Pse bëhemi aq shpirtëror kur vim kish? Kalon 1 javë, 2 javë, 3 javë, vjen as 4 javë. Ku ke qenë më tis? S'kam pa që 4 javë, ku ke qenë? Edhe ai vllai është mërzitur. Më rahat, s'ke turp edhe më pyet, ka 4 javë, s'ka ke celular? Ku i ke celularin? Kjo duhet të jetë pyetja e atij tjetrit, që është i lënduar tani edhe duhet 4 muaj me shëru ato. Thot 4 javë ka mungu, kërkush s'm ka marr. E dini pse po i them këto? Se më kanë thonë mua. Si pastor vin ankohen te unë për bëma tuaja. Okej, se unë e marr që ditën e nesërme, e dini ju shumë mirë. Edhe më e pak celularin. Edhe kur ju mungonin kish, zakonisht mesazhet e para vijnë nga pastori. Edhe ju e shikoni, është vetëm pastori. Sepse e dini që pastori normalisht do t'ju marr. Po nëse merr një mesazh tjetër nga një besimtar ose nga një motër ose një vëlla, atëherë ju vjen pak më ngrohtë. U kujtu vllai ose u kujtu motra për mua. Se është normale edhe në shtëpi kur mungon, kur të merr mami dhe babi, e din, okay, mami dhe babi. Po nëse të merr vllai ose motra është edhe më mirë, vjen edhe më mirë. Se babi e mami kanë për detyrë, po vllai dhe motra duket sikur se kanë për detyrë, po Bibla thotë që ne në fakt e kemi si thirrje që të kujdesemi për njëri tjetrin. Kështu që ju lutem mos prisni disa javë për të kontaktuar vllain dhe motrën, që ju e dini përderisa ju vjen në mendje që ka munguar, djalli nuk ja u kujton njerëzit që mungojnë kish. Është vetëm Perëndia. Kështu që ai mendim që ky po mungon, asgjë s'ju kushton që të çoni një mesazh, ose ti merr një telefon, të pyesni si je, a ka diçka, pse sishe, a ka mundësi të lutem për diçka, ose edhe fizikisht ndoshta edhe ka nevojë për ndihmë, edhe mund t'i ndihmoni me diçka fizike.
Si thot Pali, thot, zemra e Krishtit na shtrëngon, thot, dashuria e Krishtit na shtrëngon. A e ndjeni këtë shtrëngim në zemrën tuaj që të kujdeseni për njerëzit në kishë? Unë besoj që kushdo që e ka Krishtin du të ndjej këtë shtrëngim në zemrën e vetë. Për kishën, sepse kisha është trupi i Krishtit, është familja. Familja e Zotit, haleluja. Dhe përveç se që du të kemi kujdes krenarin, Biblia thot të vishemi me çfarë? Me përullje, thot apostoli Pjetër. Pra e veshim përulljen si një robe. E zhveshim krenarin dhe e veshim përulljen si një robe. Dhe unë besoj që krenaria është një nga dobësitë tona, përgjithësi, si njerëz. Ne jemi shumë krenar dhe kjo në fakt na pengon në shumë gjëra. Dhe kjo lloj fryme që është edhe tek njerëzit këtu në kombin ton, shpeshherë kemi hasur frymën e krenarisë, që nganjëherë njerëzit krenohen dhe për gjëra kot që s'kan kurfar vlere, po aty e duket që është e madhe, po në realitet s'kan ai vlerë, po e kanë këtë, njerëzit shumë krenohen. Okay? Dhe kjo frymë e krenarisë futet me dinakri edhe në kish, me qëllim që të na rrëzoj, sepse djalli e din që nëse ne jemi krenar, vetë Perëndia do jetë kundra nesh. Kështu që ai sa më shumë të pompoj krenarinë në ne, ai është fitimtar pastaj. Sepse djalli di shumë mirë që ishte krenaria që rrëzoi atë prej qiellit e hodhi këto, në tokë, apo jo. Kështu që ai din shumë mirë parimin. Çfarë do bëj ai? Ai do na bëj si vetja. Ai është kreu i krenarisë dhe ai do na shtyjë që ne të jemi krenar. Kështu që nëse ju kujtohet, Jezusi kë kundërshtoi më shumë në shërbesin e tij, ishin saducejt dhe farisejt. Dhe ata ishin, domethënë, karakterizoheshin nga një krenari e papar, sepse ata mendonin se ishin elita. Ata ishin ajka e përshpirtëmërisë, e kuptoni? Ata ishin më të shenjtit, ata ishin më të mirët në shoqëri. Edhe Jezusi tërkoni çuditërisht i kundërshtonte ata. Pse? Sepse nuk e hanebs dot Perëndia krenarin. E ka, domethënë, si një erë e shëmtuar e keqe, ashtu i vjen era krenarisë në hundën e Perëndisë. Perëndia nuk e duron dot krenarin. Dhe nëse ju kujtohet edhe historia kur Jezusi e shfaq midis atij ta gramledhësit dhe fariseut, ta gramledhësin mëkatar, fariseu, plotësisht i drejtë, çfarë thot? Ai tërkohën fillon të krenohet. Unë agjëroj kaq herë në javë, unë jap të 10, unë nuk jam si ky. Edhe tha, Perëndia tha, ai nuk iku i drejtësuar nga shtëpia e Perëndisë, po iku ai mëkatari që tha, ki mëshirë për mua o Zot. Kështu që përullja e tërheq Zotin, krenaria e largon. Edhe këtu hyn në punë shumë kisha, sepse kisha, kur ne komunikojmë me njerëzit, ne mund të jemi si pasqyrë, mund dallojmë krenarin ose mund shohim përulljen. Edhe nëse dikush dallon krenarin tek ne, neve duhet jemi të pashtë dhe me të lutem më fal, më trego, nëse ti shenja krenarie në jetën time, sepse këto mund të më rrëzojnë edhe nuk dua që të rrëzohem, unë dua të vazhdoj me Perëndin. Amen. Pra krenaria na bën që ne të krahasojmë me të tjerët. A e krahasuar këtë javë me dikë? Kjo është një shenjë krenarie. Se ndoshta dikush prej jush thotë, jo pastor, jam rregull, unë s'krahasohem me asnjëri, unë jam rregull. Okej, po në mendjen tonë, ne mund të krahasojmë vetë, për shembull mund të themi, ky pastor është më i mirë se unë. Ose jo, ky s'është aq i mirë se unë jam më i mirë se ky. Në momentin që ne bëjmë këtë për shkallëzim të njerëzve, i fusim klasa, kjo është shenjë e krenarisë, do thotë djalli, po të përshpërit ty edhe, po të shtyn drejt rrëzimit. Kështu që këto janë gjëra që edhe në mendje ti duhet i kundërshtosh. Jo mo të fillosh edhe të veprosh, sepse nëse ti përtyp këto, ti pastaj do veprosh, edhe kur je në miqësi, le të themi në bashkësi me të krishterët, ti do t'i afrosh dikujt që ti mendon është ndoshta më mirë se ty, ose ti do ti jesh në shoqërinë e tij sepse të duket i vlefshëm, dhe i shmang tjerë që ti shikon si janë poshtë teje, edhe i shmang ata, dhe kjo pastaj krijon problem në bashkësinë. Më duket se po i flas diku që është atje jashtë, juve, se po më dukeni kështu sikur ju jeni. Por unë besoj që fjala e Zotit gjithmonë vjen për ata që janë duke dëgjuar. Kështu që përgatitni veshët se për juve është. Okej? Kështu që si shfaqet ndryshe krenaria
Krenaria gjithashtu shfaqet edhe përmes fyerjes, ose përbaltjes, ose bullizmit, kur ne shajmë dhe përqeshim të tjerët. Dikush më bëri pyetje pastor, nga që unë kam sa vite, a ka ekzistu bullizmi në kohën tënde? Shtem kohën time, po bullizmi ka ekzistu gjithmonë, sepse djalli ka ekzistu gjithmonë. Dhe bullizmi është alfabeti i djallit. Djalli është ai që i përbalt njerëzit, i fye njerëzit, sepse ne jemi krijesa e Zotit, apo jo? Edhe ai çfarë do? Ti fus njerëzit në atë vorbullën ku ai është, duke i sharë, duke i përbaltur, duke folur keq për ta, dhe ne du t'jemi normalisht të kujdesshëm, sepse këtë ne shikojmë në shoqërinë tonë nga pozitat më të fuqishme tek ato më të thjeshta. Dëgjojmë për buzje, bullizëm, sharje. Pastaj çuditemi pse fëmijët flasin ashtu, sepse tërkohën i shikojnë këto lloj drejtuesi që flasin me njëri tjetrin në mënyrë katastrofë, domethënë shumë keq. Edhe fëmijët i shikojnë ata, edhe fëmijët mendojnë që okay, kjo është normale. Edhe media pastaj çdo sharje, çdo përbuzje e shumëfishon në miliona herë. Edhe fëmijët pastaj çfarë bëjnë? Dëgjojnë, shkojnë në shkollë, e bëjnë njëjtën gjë, edhe arrin derisa ta vrasin njëri tjetrin, për shkak se nuk janë pjekur ende për të përballuar emocionet dhe për të ndeshur me fjalë të tilla. Prandaj, Biblia thot vishuni me përulje. Kjo është një mënyrë si ne mund ta mbrojmë kishën, kur ne ecim në përulje. Sepse krenaria çfarë bën? Krenaria e shkatron kishën, ndërsa përulja e ndërton kishën. Edhe aty ku ka njerëz të përulur në kishë, hiri i Zotit vepron. Aty ku ka njerëz krenar në kishë, edhe në kishë, po flas për botën, aty ku ka njerëz krenar në kishë, hiri i Zotit nuk punon. Është shumë vështirë që fryma e Zotit depërtojë. Prandaj po i flasim troç gjërat hapur, si kish du të kemi shumë kujdes nga krenaria. Du të kemi kujdes që të mos jemi krenar, ta luftojmë krenarin në çfarëdo lloj forme, ajo shfaqet në shumë forma, nuk është vetëm një formë. Është aq dinake saqë s'ta pret mendja. Atëherë si mund ta mbroj unë, duke e parë nga ky shkrim, si mund ta mbroj unë kishën, si mund ta mbroj unë komunitetin e besimit? E para, duke shmangur në çdo kohë dhe në çdo mënyrë atë moton e kulturës që është sot në botë, në shoqërinë tonë, që thot unë ja dal vetëm, unë s'kam nevojë për ty. Kjo është një shfaqje e krenarisë krye këput. Kur ti thua s'kam nevojë për ty, unë ja dal vetëm, unë do të çaj në jetë. Është motoja e botës. E disa njerëz biles mburen se kanë arritur diçka vetëm në jetë. Çfarë ka aty për të mburur? Nëse ke arrit diçka në jetë, është sepse Zoti të ka dhënë forcën, të ka dhënë trut, të ka dhënë mundësinë, amen? Dhe ti ke arrit diçka në jetë, se Biblia e thotë, çdo dhuratë e mirë dhe e përsosur vjen prej larti. Kështu që është kot thuash, e kam me forcat e mia, e kam dal vet. Po të mos kishe forca, çfarë do dilje ti? Do ngeli aty. Okej? Kështu që nuk ka lidhje fare, po është fryma e botës që të shtyn edhe ty, që ti t'jesh i pavarur, ti të mos kesh nevojë për askënd. Dhe si thot Biblia? Biblia thot e letra e parë Korintasve 12:21 thot: syri nuk mund t'i thot dorës, unë nuk kam nevojë për ty. Syri nuk mund t'i thot dorës, s'kam nevojë për ty. Koka thot, nuk mund t'i thot këmbëve, nuk kam nevojë për ty. Pra, apostulli Paul shumë i zgjuar thot, shikojeni mëre trupin, këqyre trupin tënd, a mundet një pjesë mi thon tjetrës s'kam nevojë për ty? Jo, nuk mundet. Nuk mundet. Se nuk mund të jetojmë në mënyrë siç duhet me jetu nëse na mungojnë pjesët e trupit, është shumë vështirë, apo jo? Është shumë vështirë kur diçka një dhëm na dhëm edhe vrap te dentisti. Pse? Sepse ajo dhimbja e dhëmbit nuk të lë rahat gjithë trupin, nuk ta lë rahat. Ama është një dhëm. Kështu që ti mund ti je pjesë e trupit Krishtit. Nuk mund t'i thuash tjerëve s'kam nevojë për ju. Unë nuk e di, disa njerëz thonë s'kam nevojë për kishën fare. Po kjo është një gënjeshtër nga feri. Si mund të jetoj një gjymtyr vetëm jashtë nga trupi?
Si mund të jetoj, le të themi dora duke lëviz vet atje dikun. Edhe thotë, unë s'kam nevojë për kërkon, unë jam dorë. Unë edhe ato pula kur ja kanë hek kokën, do të thonë pula vrapon vetëm për disa metra dhe pastaj ngordh. S'kam parë ndonjë pul pa kokë që vazhdon të jetojë me vite. Jo. Okej? Kështu që edhe një besimtar i cili thot, unë nuk kam nevojë për kishën, unë nuk kam nevojë për ju, është i mashtruar kryekput. Ose thot, po mua s'po më pëlqen kisha, nuk ndjem rehat. Pse kisha o bo për rehatin tonde? Po hajtë mëre, lexoj çik Biblën. Nuk o bo kisha për rehati. Kisha është bërë për të dhënë fryte. Kisha nuk është as klub social, nuk është as kinema. Ha? Amen? Haleluja. Kështu që e para çfarë duhet të hiqni nga mendja juaj, edhe nga zemra juaj është mos jeto më me këto moto që bota e ka, s'kam nevojë për kërkon. Jo, ti dhe unë du t'jemi të përullur dhe të kemi, e keni parasysh një nga ato bluzat, ku thot, unë kam nevojë për ty, kjo është përullja, unë kam nevojë për secilin prej jush. Unë kam nevojë për ty, unë kam nevojë për ty, dhe ti ke nevojë për mua. Kjo është çfarë Biblia thot, jo çfarë pastori thot. Edhe ne du t'jemi, kur vim kish, ne du t'jemi të hapur, e themi, të lutem më fal. Mos më anashkalo, mos më bëj sikur s'po më sheh, më fal, kam nevojë që njerëzit më flasin. A je duke parë diçka që unë s'shikoj? E dini kur zjarri i frymës shenjtë ra në ditën e Pentakostit, tek dishepët që ishin mbledhur në dhomën e sipërme, Biblia thotë që mbi kokën e secilit ra një flak zjarri. Mbi kokën e secilit. Po a keni menduar ndonjëherë që ata njerëz mbi cilin ka ra flaka, asnjëherë s'e kanë pa, ka qenë dikush tjetër që e ka pa. Unë kam ujtë në pa vetëm flakën mbi tjetrin, po jo flakën mbi mua. Kështu që edhe për ta kuptuar se si fryma e Zotit po vepron jetën tënde, ti ke nevojë për tjetrin. Ti s'mund ta shohësh vetëm. Ti ke nevojë për tjetrin që shikoj si po vepron fryma dhe ti inkurajoj thotë, "Ue, edhe mbi ty qen ka. Ua, dhe ty po të prek. Haleluja. Haleluja." Pra kemi shumë nevojë që t'jemi më transparent, më të hapur në kish, edhe t'i lejojmë njerëz na flasin se nuk do na han. Do na flasin gjëra që s'janë ndoshta të mira, por mund na flasin gjëra që janë shumë të mira. Kemi nevojë edhe për inkurajim, edhe për korrigjim. Kështu e mbrojmë njëri tjetrin. Kështu kujdesemi për njëri tjetrin. Haleluja. E dyta se si mund të mbrojmë kishën është që kur lëndojmë njëri tjetrin, sepse kjo ndodh në familje normale, kjo ndodh në familje besimit. Kur ne lëndojmë njëri tjetrin, duhet mësohemi të kërkojmë falje shpejt. Dhe nuk duhet të përdorim forma shfaqësimi, për shembull, të themi, më fal që të lëndova, por e bëra sepse në fakt e kam këtë lloj problemi ose kam pas të lloj shqetësimi. Jo. Kur kërkon falje, duhet të thuash, pendohem, është faji im, e prisha këtë radhë. Mos shfaqso veprimin tënd mëkatar. Le të mos jemi si prindrit tanë të parë Adami dhe Evën, që kur mëkatuan, Adami tha, e bëra, por ishte kjo gruaja. Gruaja tha, e bëra, por ishte ky gjarpi si ngeli kërkush. Kështu që nuk mund të kemi këtë lloj qëndrimi për mëkatin. Sepse njeriu vërtet fal kur njeriu tjetër vërtet pendohet. Unë kam shumë vështirë mi fal njerëzit që kanë 100 lloj arsye pse kanë bërë mëkatin. Se çfarë po bën, apo shfaqsohesh apo kërkon falje, janë dy gjëra. Shfaqësimi është diçka tjetër, kërkesa e faljes ose pendesa është komplet diçka tjetër. Kështu që Biblia na urdhëron që neve të falim të tjerët dhe neve të kërkojmë falje. Kjo është jo opsionale, nuk është si opsion, kjo është detyrim. E ke të detyruar, ashtu si Krishti ka falë ty, dhe ti se meriton dhe unë se meritoj fare, ashtu dhe ne du t'i falim tjerët, edhe s'ka të bëj e meriton se meriton, ka të bëj me një parim hynor. Ti falesh,
sepse ai të ka falur. Dhe për shkak se ai të ka falur, ti I fal tjerët. Nuk është për diçka tjetër. Haleluja. Ose tani është një trend, domethënë kur njerëzit më katojnë thonë, të lutem më kupto. Edhe jemi bër gjithë në kish njerëz që po I kuptojmë tjerët, po kërkues po kërkon falje. Më kupto, e kam bërë sepse kështu të lutem, du t'jesh më I kuptueshëm me gjendjen time, prandaj kam bërë gjithë to gabime. Ore, unë të kuptoj shumë mirë, po ku është pendesa? Nuk du të krijojmë një kulturë kuptimi, po një kulturë pendimi, se ne jemi kish. Nuk jemi, le të themi, klinik psikologjike. Okej? Nuk jemi klinik. Ne jemi kish. Në kish njerëzit duhet të pendohen, edhe duhet mësojmë mbi pendesën, edhe duhet ta praktikojmë pendesën dhe faljen. Amen? Kështu që Biblia thotë që edhe Jezusi ka thënë që edhe nëse dikush mëkaton 7 herë në ditë kundër teje, dhe 7 herë në ditë do të kthehet dhe duke thënë pendohem, fale. Pra çfarë do të thotë personi? Pendohem, nuk do të thotë pendohem, por e kam bërë me këtë. Jo, Jezusi do të vetë pendohem, ose më vjen keq që kam bërë këtë. Më fal për këtë mëkat. Identifikoje gabimin ashtu siç është. Mos e ngjyros, mos e lyje me diçka, ashtu siç është. Edhe a e dini se sa njerëz janë lënduar nga njerëzit në kish, edhe janë larguar nga kisha, edhe jetojnë në botë të lënduar, me vite të tëra, të lënduar. Edhe sa herë që I pyet, është sikur po prek një plagë që akoma s'është shëruar. Po s'është shëruar sepse nuk kanë falur, dhe nuk kanë dhënë domethënë nuk kanë marrë falje nga tjetër ose pendes. Pra është një, si thua, është një komunikim hynor midis dy besimtarëve. Edhe nëse I takon pas 10 vitesh, beson te Krishti, po besoj, po çam ka bo ai djali në kish, ose ajo vajza në kish, si ja harroj. Hala kanë ngec filmi, kanë ngec shiriti, 10 vjet, 20 vjet, kanë ngec aty. Dhe çfarë thot Biblia? Jo, nëse 7 herë në ditë mëkaton dhe 7 herë në ditë vjen thot pendohem, faleni. Faleni atë person. Amen? Lavdi Zotit ju që jeni këtu, ju si jeni të lënduar asnjëri prej jush, por unë nuk po profetizoj, por mund të ndodhë që edhe sot dikush mund t'ju lëndoj me një koment ose me një fjalë, kështu që ju duhet përgatiteni që të ushtroni faljen. Sepse edhe ju, edhe unë bashkë me ju, ne mëkatojmë, apo jo, dhe ne duhet të praktikojmë atë çfarë po I themi gjithëve që duhet praktikojmë. Pendesën e vërtet dhe faljen e vërtet. Të dyjat, edhe të thuash më fal, edhe të thuash unë të fal ty. Këto janë gjëra hynore, vëllezër dhe motra, dhe Krishti ka paguar për këto, pse ta lëm djallit na mbajnë mos falje. Pse? Të jetosh gjithmonë në të shkuarën, në lëndim, ajo është një botë tjetër. Duhet ta dorëzosh atë të Zot, jo më, nuk do të jetoj në botën e lëndimeve, do jetoj në botën e faljes. Është shumë e mirë kjo bota e faljes. Është shumë e mirë vendi I faljes, sesa bota e lëndimit. Ne mbrojmë njëri tjetrin gjithashtu duke shikuar për mënyra si mund t'i shërbejmë njëri tjetrit. Pra një vëlla ose një motër që do kishën gjithmonë mendon si mund të shërbej. Si mund t'i shërbej vëllezërve dhe motrave? Normalisht mënyra më e mirë si mund t'i shërbejmë vëllezërve dhe motrave është me dhuntin që Zoti na ka dhënë. Sepse aty do jemi më të frytshëm. Çfarë dhuntie të ka dhënë Zoti? A e ke vënë në shërbim të vëllezërve dhe motrave apo e përdor për këtë qëllim? Nëse jo, atëherë kjo është si ai burri që mori talentet dhe I varosi. E varosi talentet, nuk e la që ai talent të shumë fishohet. Mos I varosni talentet që Zoti ju ka dhënë. Vendosini në shërbim të vëllezërve dhe motrave, në shërbim të kishës suaj, dhe tjerëve, pse jo. E katërta, si mund ta mbrojmë ne kishën tonë? Duke ruajtur dëshminë tënde. Ti kështu mund ta mbrosh kishën tënde. Duke ruajtur dëshminë tënde. Dhe jo dëshmia jote nuk është mënyra se ti e pranove Jezusin. Dëshmia jote është si po jeton ti për Jezusin. Kjo është dëshmia jote. Dhe këtë ne duhet ta mbrojmë me çdo kusht. Me çdo kusht, sepse vërtet ne mund të ndërtojmë shumë, po një gabim mund na harxojë shumë a poshtë. Se aty ku kemi filluar. Edhe unë ju kam përmendur edhe raste të njerëzve që
sot kanë qenë drejtues të kishave super mega kisha dhe kanë rënë mëkat. Pse? Sepse nuk kanë ruajtur zemrën e tyre. Nuk janë kujdesur për dëshminë e tyre. Se kushdo që kujdeset për dëshminë e vet, nuk e lën djallin që të vi çdo 5 minuta dhe të bëj muhabet aty. Jo. I pren disa gjëra dhe je në rregull, se ky është territori im dhe djalli s'ka vend këtu. Është ai kopshti yt i Edenit, ku ti nuk e lë të ligun që të hy. Kjo është kopshti im. Adami e bëri gabimin, po s'kemi nevojë ta bëjmë ne. E la djallin që të vinte, e të fliste, të bënte muhabet. Ne nuk kemi muhabet me djallin, përveç se i them në emrin e Jezusit shparo. Kaq është muhabeti. S'kemi muhabet tjetër me ta. Kështu që vërtet dua t'ju inkurajoj që nëse ju doni të mbroni kishën tuaj, atëherë duhet të keni kujdes shembullin tuaj personal, se dhe Pjetri e përmend që njerëz do shikojnë shembullin ton. Pali gjithashtu thot te Filipianët 4:9, ato gjëra që keni mësuar, keni marrë, keni dëgjuar nga mua dhe keni parë në mua, i bëni dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Pra, atë çfarë kishim parë tek ai, jo vetëm çfarë kishim mësuar, por dhe shembulli yt personal ndikon në mbrojtjen e kishës. E dini që nëse njëri prej nesh në kish jeton një jetë në mëkat, kjo jetë mëkatare ndikon në gjithë kishën. Prandaj edhe Biblia thotë që duhet me shku me qortu atë person. Pse? Sepse jeta e tij mëkatare ndikon gjithë kishën. Nëse një drejtues bën, le të themi, gënjen, e ka ves gënjeshtrën, atëherë të gjithë në atë kishë do thonë që është okay mos edhe pastori gënjen, hajde gënjejmë edhe ne. Pra merr guxim mëkati, merr atë shtysën nga drejtuesi. Prandaj duhet jemi vërtet të kujdesshëm për të ruajtur dëshminë tonë. Është diçka që është shumë personale. Nganjëherë do testohet dëshmia jote, do testohet. Edhe ti duhet të qëndrosh me jo, nuk do ta prish dëshminë time për 200 lekë ose për 500 lekë ose për 5000 lekë ose 50000 lekë. Nuk duhet lejuar që dëshmia jonë të prishet. Nga çfarëdo gjë që i ligu na ofron. Pra ashtu siç është përgjegjësia jonë për të ruajtur zemrën, ashtu është përgjegjësia jonë për të ruajtur edhe kishën tonë, kishën ku Zoti na ka vendosur. Unë shpresoj dhe vërtet lutem që secili prej nesh të bëjë atë çfarë Biblia thotë, të jemi rojtari i vllajt ton. Okej? Kaini e vrau vllajën e vet. Por ne nuk e kemi frymën e Kainit, ne kemi frymën e Abelit. Amen. Neve duam vllaun, ne duam motrën. Ne nuk kemi frymën e vllavrasjes brenda nesh. Ne kemi frymën e shenjtë, dhe fryma e shenjtë është fryma e dashurisë. Fryma e shenjtë është fryma e kujdesit. Fryma e shenjtë është fryma e mbrojtjes. Fryma e shenjtë është fryma e shenjtërisë, na çon neve në gjëra që janë të shenjta dhe të drejta. Haleluja. Kështu që kjo është fryma brenda jush. Kjo është fryma që ju nxit e ju shtrëngon juve që të bëni gjën e duhur. Kjo është fryma e cila prek gjithmonë ndërgjegjen tuaj kur ju nuk jeni në rregull, është si alarm. Edhe fryma e shenjtë thotë, jo, mos shko këtej. Ose jo, mos bëj këtë gjë. Ose ndalo, pusho së foluri kështu për këtë person. Edhe është si alarm. Brenda këtu. Më përpara s'ka punu kjo alarm, se jemi konkret në mëkat. Po tani që i kemi frymën e Zotit brenda, tani alarmi është brenda. Edhe sa herë që ne jemi afër mëkatit ose po shkojmë drejt diçka që s'është e mirë, ai alarm një herë. Kujdes, stop, ndalo, mos vazhdo. Perëndia përdor ndërgjegjen tonë, që është pjesë e njeriut përbrendshëm, ndërgjegja jonë, që është pastruar me gjakun e Jezusit. Haleluja. Ne kemi ndërgjegje të pastër tani, haleluja, se gjaku i Jezusit ka pastruar. Kështu që dua t'ju inkurajoj, dua t'ju nxis, kujdesuni për kishën. Kur flas për kishën, po flas për godinën, po flas për vëllezërit dhe motrat. Jeni më të vëmendshëm kur dikush në kish nuk është mirë. Jeni më të vëmendshëm, se ndoshta nesër ju nuk do jeni mirë, e do kishit dëshirë që tjetrit kujdeset për ju, apo jo. Kështu që përderisa jeni mirë, tani e keni mundësinë për të kujdesur. Unë shpesh herë them që arsyeja vetme pse Zoti i jep shëndet dikujt është që t'i ndihmojë ata që se kanë. Jo që ne të mburemi edhe të tregojmë muskujt tanë edhe çfarë kemi arritur me trupin tonë. Jo,
Perëndia dëshiron që të ndihmojmë njerëzit që nuk kanë këtë forcë, këtë energji, nuk e kanë këtë aftësi. Haleluja, amen? Haleluja. Le të falenderojmë Zotin dhe të lutemi për këtë që dëgjuam, sepse ne duam që kjo të bëhet vërtet realitet në jetën tonë. Haleluja. Le të lutemi së bashku. Haleluja. Ati dashur, ne të falenderojmë ty në emrin e Jezusit, falenderojmë o Zot që ti na ndihmon o Zot që të ecim sipas fjalës tënde, Zot. Ti ke thënë në fjalën tënde, Zot, që të ruajmë tufën e Perëndisë. Dhe faleminderit që kjo nuk është vetëm për drejtuesit, por kjo është për gjithë pjesëtarët e kishës. Po Zot, syri nuk mund t'i thotë këmbës, nuk kam nevojë për ty. Dhe ose asnjë gjymtyr e trupit nuk mund t'i thot një gjymtyre tjetër s'kam nevojë. Zot, ne kemi shumë nevojë për njëri tjetrin. Bëj që ta kuptojmë këtë në frymë, Zot, ta kuptojmë çfarë përgjegjësie kemi që të kujdesemi për secilin në veçantë, Zot. Faleminderit Zot që e bën zemrën tonë më të përulur, largon krenari nga jeta jonë, Zot, që të mendojmë edhe për interesat e tjerëve dhe jo vetëm interesin tonë. Zot, faleminderit. Zot, faleminderit që na ndihmon të ruajmë dëshminë tonë, të kemi një shembull të mirë për besimtarët në kishë. Mos e njollosim dëshminë që ti na ke dhënë, Zot. Haleluja. Dhe na ndihmo, Perëndi, na ndihmo, Zot, që ta bëjmë këtë gjë me vullnet të mirë, Zot, ta bëjmë me dëshirë, Zot. Haleluja. Ashtu si fjala jote thot, lutem për gjithë secilin që është sot këtu, lutem që ti mbrosh nga krenaria, nga çdo formë e krenarisë. Lutem që ata të jenë të hapur që ti ndihmoj besimtarët e tjerë në kishë dhe ata ti ndihmojnë ata. E gjithashtu lutem o Zot që nëse ka besimtarë në kishë që janë në mosfalje, janë në atë botën e mosfaljes, në atë botën e vështirë o Zot, që dalin nga e botë të vinë në botën e faljes dhe pendesës së vërtet. Faleminderit Zot që jep guxim, jep kurajo që të falin ata që i kanë lënduar brenda trupit Krishtit, Zot, që t'i falin ata, se shpesh është e vështirë, më e vështirë të falësh vllajën ose motrën se një njerëz të huaj. Prandaj lutem që t'ju japësh kurajo që të dalin nga mosfalja, t'i falin këta që i kanë lënduar dhe të ecin në falje, Zot, ashtu siç ti vazhdimisht na fal ne. Zot, faleminderit që ruan zemrat e secilit këtu në kishë, edhe ata që s'kan pas mundësi të vinë, i ruan zemrat e tyre gjithashtu Perëndi në emrin e Jezu Krishtit. Dhe gjithë thanë, amen, amen, lavdi Zotit.